Përse duhet të hani shalqin çdo ditë? Ja sekreti që mjekët fshehin nga të gjithë. Shalqini është një nga frutat më të lëngshëm dhe më të shëndetshëm për organizmin. Ai është jashtëzakonisht i pasur me vitamina, minerale dhe fibra. Përfitimet që njeriu merr nga shalqini janë në vërtet të shumta. Në këtë video do të mësoni vlerat më të mëdha të shalqinit dhe sigurohuni që të mos mungojë në tryezën tuaj asesi. Atë mund ta përfshini fare lehtë në sallata të ndryshme ose edhe në ushqime të shpejta. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Por përfitimet që do t'i ofrojnë organizmit do ta kthejnë atë në një nga produktet më të rëndësishme ushqyese. Sipas ekspertëve të Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni shalqinin në dietën tuaj. Shalqini është një produkt fantastik për shëndetin tuaj të zemrës. Shalqini është i pasur me aminoacide të cilat ulin tensionin e gjakut. Shëndeti i zemrës do të përmirësohet të ndjeshëm me konsumin e shalqinit për shkak të antioksidantëve që ai ka, të cilët do të ulin edhe riskun e atakut në zemër. Konsumi i shalqinit në përditshmërinë e dietës suaj do të ofrojë një mbrojtje më të mirë të gjymtyrëve. Shalqini përmban pigmente natyrale të cilat luftojnë inflamacionet në gjymtyr. Disa studime të cilave u referohemi thonë se falë konsumit të shalqinit njerëzit janë më pak të riskuar nga reumatizma dhe artriti. Shalqini gjithashtu është i pasur me antioksidant të rëndësishëm. Ngjyra e kuqe e shalqinit i atribuohet likopenit, një antioksidant i cili ul riskun e problemeve të radikaleve të lira dhe diabetit. Shalqini përmban nivele të mira të likopenit, më shumë se domatet dhe çdo perime tjetër me ngjyrë të kuqe. Shalqini është i mirë për organizmin edhe në mbrojtjen e një shëndeti më të mirë të lëkurës suaj. Ngrënia e shalqinit shërben edhe si një mburojë për lëkurën. Antioksidanti likopen që gjendet te shalqini e mbron lëkurën nga rrezet e dëmshme të diellit. Shëndeti juaj i syve do të përmirësohet falë konsumit të shalqinit. Një racion me shalqin do të plotësojë rreth 30% të nevojës tuaj ditore për vitaminën A, e cila është elbësore për shëndetin e syve dhe jo vetëm. Shalqini gjithashtu është shumë i mirë për hidratimin e trupit. Sipas të dhënave, 92% e përmbajtjes së shalqinit është ujë. Ndaj ky frut është ideal gjithashtu edhe për hidratimin më të mirë të organizmit. Ndaj konsumi i tij në dietat tuaja mund të cilësohet sipas ekspertëve një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese që mund t'i jepni shumë përfitime shëndetit tuaj në tërësi. Shalqini do të ofrojë një zbutje më të mirë të shëndetit të lëkurës. Shalqini përmban vitaminën A, vitaminën B6 dhe vitaminën C, të cilat do ju ndihmojnë të keni një lëkurë më të butë, gjithashtu edhe më të shëndetshme. Shalqinin mund ta shfrytëzoni edhe si maska natyrale për lëkurën, duke e përzier atë me kosh, edhe mund ta mbani për 10 minuta në lëkurë dhe më pas ta shplani atë me ujë të rrjedhshëm. Shalqini do t'i japë nivele të larta të energjive për trupin dhe për organizmin tuaj në tërësi. Uji, antioksidantët dhe aminoacidet që gjenden te shalqini e bëjnë atë ideale për njerëzit të cilët kryejnë aktivitete intensive fizike. Shalqini përmban nivele të mira të kaliumit, një mineral shumë i dobishëm që ushqen kështu muskujt dhe garanton më shumë energji në përditshmërinë tuaj. Shalqini është një frut kundër luhatjeve të papritura të sheqerit. Niveli i glicemisë tek shalqini është 80, por falë karbohidrateve që ai përmban do të thotë se si frut nuk arrin të rrisë nivelin e sheqerit në gjak. Konsumi i tij brenda rekomandimeve të duhura ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe më pak komplikacione të tij. Shalqini është shumë i mirë për sistemin tuaj tretës. Njerëzit të cilët të vuajnë nga koliti nuk duhet t'i thonë jo shalqinit në dietën e tyre ditore, sepse ai është një frut shumë i lehtë për t'u tretur. Shalqini është i butë, i lëngshëm dhe nuk i bën dëm stomakut, gjithmonë nëse konsumohet brenda rekomandimeve ditore dhe asnjëherë përtej sasive të lejuara. Shalqini është një nga frutat më hidratues me një përmbajtje rreth 92% ujë. Jo vetëm që është një aleat i mirë kundër dehidratimit të trupit gjatë verës,
por për shkak të bollokut antioksidantëve që ai përmban, ai do të ndihmojë gjithashtu edhe në parandalimin e shumë komplikacioneve të organizmit. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mburojë më të mirë për shëndetin e zemrës, rregullimin e presionit të gjakut, zvogëlimin e dhimbjeve të kyçeve e të tjera. Ulëntimet e fundit të cilat i referohemi troqën vëmendje dhe tregojnë se shalqini nuk është vetëm një trajtim veror hidratues, por ky frut në fakt mund të përmirësojë shumë vlerat të organizmit dhe të mbajë larg njësër komplikacionesh të tij. Nëse e shtoni brenda rekomandimeve ditore shalqinin në vaktet tuaja, atëherë përgatituni të merrni përfitimet e tij dhe të evitoni edhe komplikacionet. Një studim zbuloi se njerëzit që konsumojnë shalqin çdo ditë në dietën e tyre marrin më shumë vitamina, minerale, fibra dhe antioksidant edhe më pak sheqer në dietën e tyre, duke mbështetur kështu edhe shumë funksione të organizmit tuaj në tërësi. Me lëndët ushqyese të tilla si likopeni, L-citrulina dhe vitamina C. Studime thonë se ky frut i freskët është një aleat i mirë i cili mund të konsumohet gjatë gjithë kohës, pasi mund të ndikojë pozitivisht në sistemin tuaj kardiovaskular, me të cilën ka ndikime të mira ushqyese për shëndetin tuaj në tërësi. Vlerat ushqyese të shalqinit janë vërtet të larmishme. Komponentët natyral të tij do të mbrojnë edhe shëndetin e zemrës. Shalqini është një burim shumë i mirë i antioksidantëve, kryesisht i likopenit, i cili do t'i japë ngjyrën e tij karakteristike të kuqe. Njerëzit që konsumojnë shalqin në dietën e tyre kanë një cilësi më të mirë të ushqyesve për organizmin. Në mënyrë specifike, konsumi i këtij fruti në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe më pak komplikacione të tij. Karotenoidet janë antioksidantët që gjenden natyrshëm tek shalqini dhe në mënyrë intensive do të ndikojnë pozitivisht në rritjen e përfitimeve të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët thonë se shalqini i bën mirë gjithashtu edhe enëve të gjakut. Duke u bazuar në këto gjetje, një studim i botuar gjithashtu në revistën Nutrients hetoi se si konsumi i lëngut të shalqinit ndikoi në funksionin e enëve të gjakut për një periudhë gjatë luhatjeve të tij, duke e cilësuar kështu shalqinin në një produkt fantastik ushqyes në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Nëse doni të merrni të mirat e këtij fruti, sigurohuni ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Testi klinik i kryer në Universitetin Shtetëror të Louisianës tregoi se pjesëmarrësit që konsumonin çdo ditë lëng shalqini patën gjithashtu efekte natyrore më të mira në shëndetin e tyre dhe një lehtësim të dukshëm kundër komplikacioneve. Ndaj e renditën shalqinin si një prej produkteve më të vlefshme me ndikime pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Shalqini është mjaft i mirë për shëndetin nëse e konsumoni brenda sasive të rekomanduara dhe asesimet të pritës. Shalqini përbëhet nga rreth 92% ujë, që mund të jetë gjithashtu një mënyrë shumë e dobishme dhe e shijshme për të rritur hidratimin, citon nutricionistja e mirëqenies në vendin e punës Lily Soward për Daily Mail. Megjithatë, ekspertët citojnë se shalqini është i mirë për organizmin nëse konsumohet me masë dhe jo me bërthama. Një filxhan i prerë në kubik të vegjël do të ofrojë rreth 152 gram, ose afërsisht një fet shalqini mund të ofrojë 46 kalori, 9 gram sheqer, duke u bërë kështu një mënyrë relativisht e shëndetshme për të kënaqur dëshirat me një ëmbëlsues të qëndrueshëm për organizmin, i cili mund të sjellë ndikime të tij pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Tulli i shalqinit është i pasur gjithashtu me elementin e likopenit, antioksidant i përgjegjës për ngjyrën e tij të kuqe, që përmban gjithashtu edhe përbërës potencial me ndikime pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Likopeni është i lidhur dukshëm me uljen e inflamacioneve dhe në përmirësim më të mirë të shëndetit tuaj të zemrës. Një filxhan me shalqin, i konsumuar vazhdimisht në formën e tij të freskët në dietën tuaj, mund të jetë një përzgjedhje edhe për të hidratuar trupin gjatë sezonit të verës. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.